Përshëndetje miq, këtu kam cilë skallop pule me limon të shoqëruar me kunguj. Thjesht dhe shishëm, ruajeni këtë recetë se mi gjithmonë t'ja vlen. Në një pjatë miell, shtoj mishin, e lyej mirë, e shkunsi me një sit, në një digan vaj ulliri, kri piper, e skuqi mirë nga të dy anët, mbasi e kemi skuqur, e shuaj me një filxhan vere të bardhë, mbasi avullon vera i shtoj një filxhan ujë, e mbuloj me kapak dhe e lëm të zi për 10 minuta. Mbas 10 minutash, lëkur në një limoni, një thel pudër, lëngun e një limoni, pak gjalp, ja i lu gjalp, shtojmë dhe një filxhan ujë, e përzim mirë dhe lëmë të zi për 10 minuta të tjera. Ndërkohë këto dy kunguj që kemi, i presim, i pastrojmë pak brenda, i japim një vaj në një tenxhere me ujë të bollshëm me pak krip, 5 minuta, nuk ka nevojë shumë, i hedhim në digan, i hedhim pak piper, i skuqim pak në digan, sa i diganisim pak, i hedhim në një pjatë. Ndërkohë mishin e pulës e kemi gati, e hedhim si për kungujve, i hedhim edhe atë lëngun e vet, e kur thot Eli, qa të hash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.